Duke qenë se ky projekt është vënë rrezik, themelohet Akademia e Forcave Speciale me izraelit në Shqipëri. Kishte edhe lajmi që dha Rama me shumë gëzim para disa ditësh, që tani sa ato që fytyrën e Ramës është centrifuga, ke makjazh. Okej. Tash po ta shpjegoj pak ç'është Akademia. Akademia nuk është ajo që u prezantua, sepse nuk ka kohë. Akademia nuk ekziston. Nuk ka asnjë akademi. Siç nuk ka asnjë shkollë aviacioni. Ti di ç'është shkolla e aviacionit të Izraelit në Shqipëri? E industrisë ushtarake? Është një fake. Nuk trajnohet në Shqipëri. Ke parasysh është fals flak. Ka të bëjë me kontrollin e flotës ajrore shqiptare. Kurse Akademia e Forcave Sigurisë nuk mund të prezantojë nga Rama në këtë çast. Se nuk ekziston. Nuk bëhet. Po çfarë është? Është pasaporta e ushtarakëve, ekspertëve ushtarak izraelit që po sillen Rama në Shqipëri. Pra ajo që të bëra si pyetje para një jave që do vim 500. Nuk e dim 1, 2, 500, nuk e dim. Ajo që dim është një gjë tjetër. Rama është në ditët e fundit të pushtetit dhe ju duhet të justifikoj statusin e disa ushtarakëve izraelit në Shqipëri. Duhet një pasaportë diplomatike të lejuar për ta. Që vinë gjëra si këshilltar, si ekspert. Ma mend pushtimi fashist në Shqipëri? Ka kriju i Bexh, jepi Bexh në dorë. Ke pasur pushtimin fashist në Shqipëri? Ka difuzi ndryshe, do krijoj fort. Pushtimi fashist u bë? Erdhën ekspert italian për të bërë ushtri shqiptare. Kur hapën depot, i gjetën pushut pa shulave. Kjo është legjenda që di. Le është e vërtetë se nuk ka rëndësi. E vërteta është që këta janë pasaporta e ekspertëve të sigurisë, nuk janë ushtarak, janë policorë, është më keq. Që do thotë edhe penetrim i Mossadit në Shqipëri për të shpëtuar çfarë mund të shpëtohet dhe për të negociuar. Për të negociuar me palët e tjera, me hir dhe me pa hir, me të mira me të keq, që të vazhdoj pushtimi i Shqipërisë nga kolonet e tyre, pavarësisht situatës. Dhe Rama është dëshpërim kaq të madh sa s'ka rrugë tjetër veç ta thot hapur, një që du ta bëndem qeftas, se ka frikë nga shërbimi inteligjent e tjera që të zbulonin ushtarak dhe ekspert izraelit në Shqipëri. Ti e di që shërbimi kontrollon njëri tjetrin apo jo? Ti di kush është gjëja më mirë që ka protesta jon? E flamingove? Ka 30 lloje specie shërbimesh inteligjente brenda në protestë. 30 lloje. Po disa të mira janë më sot. Se kontrollon njëri tjetrin. Turku kontrollon çufot. Çufot kontrollojnë gjermanët. Gjermanët kontrollojnë grekët. Grekët kontrollojnë turku. Po turku thonë që është fut fuqishëm të kohët e fundit. S'po kupton. Janë fut gjithë. Ja kuptoj. Fut gjithë. E di kush gjë më mirë që ka kërë protestë? Që i ka humbur çdo vlerë manipulimit e ndrifugës mediatikisht në anglisht. S'ka më vlerë, pse? Kanë ardhur gjithë dorë e parë. Rresa dushti. E do shërbim francez, aty e ke. E do shërbimin gjerman, aty e ke. Po austriak e do, aty e ke. Po kroat, aty e ke. Po të Kosovës, aty e ke. Po të Maqedonisë, Malizi, aty e ke. Greqi, ç'a thot Itali, ore ke dhe Spanjë. E lema anglisht që gjithmonë e ke. Tash kur flora për gjithë ti ke presur sa Amerikon ka mrena. Të gjithë kontrollojnë njëri tjetrin. Siç kontrollojnë si qen njëri tjetrin, bëjnë ato. Ata kontrollojnë njëri tjetrin. Kjo e detyron Ramën që të themeloj Akademinë e Sigurisë të Forcave Speciale, që t'i sjellë vjetat aty. Që t'i justifikoj pasaportat e ushtarakëve. Se këta nuk janë, këto shërbime nuk janë ushtarak. Po çfarë do vinë? Background ushtarak, po nuk janë zyrtarisht ushtarak. Po çfarë do vinë ata këtu avokat, çfarë do bëjnë? Çfarë kanë bërë gjithë botën? Të ja tregoj një histori? Viti 1950 ca. Çufot jetonin prej mijëra vjetësh në harmoni në gjithë lindjen e mesme me vendasit. Edhe në Afrikën Veriore. I fusin ca bomba sinagogave në të gjithë lindjen e mesme dhe në Maghreb. Pse i vun bomba çufot sinagogave të tyre? Për të prodhuar fas flag
që çufët e tyre të vinë në Izrael se ishte bosh. E kuptove logjikën. Është e vërtetuar. Jo thashë të them, jo teori konspirative, ke hapën i gjeni këto gjë. Pse i donin Izrael ata? Ore të për të kryer Izraelin, ore. Izrael. U duhet popull. Ore pse u bë lufta dytë botërore? Pse Hitleri shpiku antisemitizmin që thonë këta? Se s'kishte rrugë tjetër të shkoshin në Izrael, si ishte bosh, kishte dështu familja Rothschild. Vetë histori ishte çuftë, kam treguar historinë. Koncepti është që në Shqipëri Akademia e Sigurisë së Çufave është vetëm pasaporta diplomatike e çufave. E para, e dyta, është e vetmja mënyrë që çufët të marrin komanda mercenarësh, komando shqiptare. Se po i trajnojnë gjëja. Për të justifikuar marrëdhënien. Çdo një çufo ushtarak me ca shqiptar këtu. Problemi është që Akademia e Sigurisë nuk është vetëm për shqiptarët, e mora vesh besoj apo jo. E di këtë. Nuk është vetëm për shqiptarët. Po. Është rajonale. Na duhet ca serb. Na duhet ca malazes. Na duhet ca bullgar. Na duhet ca mercenar. Sepse Rama nuk ka më polic. Ma kuptove logjikën. Nuk ka më polic. Atëherë si do t'i bëjmë ballë në kësaj avokat? Ja duke Me të protestë? Duke thënë këtu. E tham këtu. Çfarë do të ndodhi? Do të shojnë. Do të skrejtohet. Nuk mund të justifikohet më. E kjo është luftë energjie, më beso më këtë. Kjo që po themi ne këtu është është për herë të parë, e pa thënë. Nga e di unë. Kjo protestë na ka dhënë luksin që t'i takojmë gjithë, na informojnë gjithë dhe mbi të gjitha të flasim edhe anglisht. Mos është edhe fals flak ky informacioni ndoshta. Çfarë punë e prish për që fals flak? Si po ish punë? Çfarë punë e bën kë? Tregon që këtu nuk mund të ketë njerëz që janë të Izraelit të përfshirë në çështjet policisë shqiptare, sepse ta thash kush i ka droguar policë radhës tretë. Ta thash manualin e zvërnecit që u zbatua ke parlamenti, Treqja Zvarr. Ti e pe flamurin e Izraelit që u gris tek përfaqësia e Izraelit në Shqipëri, që të drishte i vetëm ambasadë që flamurin e kishte jashtë shtëpie. E ke parasysh? Po mos harroj gjë të çuditshme. Si ka mundësi që ti ke 200 kamera? 200 kamera dhe ende se di kush ajo goca. 200 kamera. Me një kamera e ka heq shallën e? O vlla, nuk ka shanse të mos gjesh ajo për një orë. Për një orë. Pse nuk gjendet ajo? Ishte fals flak. Për të shpikur, sikur kjo protestë ishte antisemite. Në momentin që Rama kërkon nga një anë që ne jemi të dhunshëm dhe nga tjetër që ne jemi antisemit, çfarë bëjmë neve? Të kundërt apo jo? E ka shpjeguar Machiavelli, kur ti nuk e di çfarë do armiku, më fal shumë cuja. Kur ti nuk e di çfarë do armiku, atëherë bëj të kundërt asaj që do ndaj teje. Sillnu të kundërt asaj që do ndaj teje. Kur ti se di çfarë do të bësh me të, apo jo? Atëherë mundo të kuptosh çfarë do që ti të mos e bësh. Qofse ai do që unë të bëj sloganin e kolonizimit në protestë, se këtu këtë punë nga mund, më këtu jam unë. Nuk është protesta, apo jo? Koncepti është që ne e kuptojmë që ne nuk ta bëjmë atë gjë. Kur ne dimë që Rama do protestë të dhunshme, me çdo kush duke provokuar, do shihni gjithë këtë video, e kam treguar se si bën gati armët e gazit para se fillojë ngjarja. Si po i mbushin këto bën gati për të sulmuar. Pra, ishte provokimi i policisë gjithçka. Koncepti është kur ai do me e boti këtë punë, ti s'u ta bësh atë punë. Mos pyet shumë pse. A do ai që ti ta bësh? Mos e bëj. A do që ti ta bësh? Bëj. Ma kuptove logjikën. Gjithmonë të kundërt. Kur ti nuk e di se çfarë do të bësh. Një turm si e jona, që s'di çfarë të bëj, se është e orientuar, me 100 lidera, me 100 kuvende, me 100 komandant, me 100 mikrofonazhi. Ke kuvendi, po ky kuvendi që u krijua që bëj një takim. U shtofsh. Je dakord ti? Shumë që të bëjnë sa më shumë kuvende, ky kuvend bëhet i mirë, bëhet dhe i tjetër, ka mundësi të bëjnë sa më shumë. Sa më shumë. Ti je pjesë aty i kuvendit, ke pas pjesë? Unë pjesë asnjë kuvendi. Jo, thjesht po pyes. Unë jam mbështetës i çdo kuvendi. Beso. Çat mirë ka po të ketë sa më shumë kuvende. Energji. Njerëz që flasin gjëra të mençura, flasin të budalliqe. Po të pak fillon të sa gjëra të mençura. Ka të mençur mes budallëve, ka budallë mes mençurve. Po sa më shumë energji dha, energji. Vektor sa më shumë. Numra vlla, milingona që shtohen. Homoseksual, konservator, të majtë, djath, komunist, ballist, çat ket vlla, sa më shumë shqiptar, sa më shumë numra.
Kjo është fitoria ajo. Kjo është energjia ajo. Këtu pa e mundin atë. Ata fëmijët e vegjël qajnë. Ka rëndësi me çfarë kanë babi dhe mami? Si thotë? Babai mund të jetë po themi liberal, një fëmijë tjetër ka mamin me shami. Çfarë rëndësi ka, të dy flenë njësoj. Të dy gëzohen njësoj. Është punë e Zotit vëlla. Këtu jemi të gjithë bashkë për shpëtu vendin tonë. Rama po zhbëhet se zhbër kanceri më i madh, po nuk mund ta zhbëjnë ata, ky është sekreti. Do ta zhbëjmë ne që ta thonë që duhet baba. Ata për të rreqin. Do ta shty. Ka gjithë teoria e kësaj proteste. Ai po zhbëhet çdo ditë. E kjo puna e Izraelit që po themi ne sot këtu. Do jetë shumë shpejt në anglisht. Do jetë lexosh. Si shumë shpejt. Kush do ta nxjerrë Ky anglisht? lajm do dalin në anglisht. Aha.